Mira 35, sepse ai jeton. Dhe ne rikondojmë Zotit, vetëm ai do mbetet në fund, kështu që ne ta adhurojmë atë 35-a. Gati? Zotit Jesus, dashuri dhe falje, shërim ofroj, a jetoj dhe ti, kështin më trati, dhe një varkoshe e krego, shpëtim jeton. Se a jeton, kam fuqim për nesër, se a jeton, më frikës kam, se e ti qaj plantarme, dhe jeta me sot se a jeton, sa e apër të pas, një fmitri lindur, jesh krenar, pekzim ofroj, poj dhe sigur, që përballoj Zotit të re, se a jeton, bravo Rinia, fort, se a jeton, kam fuqi për nesër, se a jeton, më frikës kam, se
kush ka qenë shtetit, edhin atë votën, e mendojnë kujde a edhin, pastaj ç'a thonë? Jo, dhe i them punës tani, kam biznesin, sepse kam më shumë punë private, kupton? Tani jetën e tyre nuk varet nga shteti. Perëndia kur krijoi njeriu, i tha, unë jam Zoti. Deri te Mojsiu, kombë Izraelit, nuk kishte mbret. Nuk kishte as kryeministër. Pra ata i thanë, siç kanë ka tjerët, na jep dhe ne. Dhe tani kjo, ne jemi këtu sot për të kuptuar që shpresa jonë duhet të jetë në Krisht. Shpresa jonë, mirëqenia jonë, nuk do varet në vjen keq, nuk do varet nga qeveritë. Trazim të tjetër. Erdhi demokracia. U gëzuan prindrit babain dhe daja, me që e kapën si paralelizëm. Gjyshi 50 vjet, po ashtu vjet. Erdhën këta, morën veten, u gëzuan, do ecin përpara, ti ku ikën? Të dy ikën pas 3-4 vitesh në migracion se s'u ka gjë këtu. Po flasësh tani janë totalisht zgjenjur me gjithë palët, nuk e zgjidh ta, fatkeqësisht. Nuk e zgjidh problemin e mirëqenies së temit, shpirtit. Nuk e zgjidh dot politika. Por u bëm 30 vite tani demokraci dhe një gjë që të rregullisht kush është? Nuk kam shpresë, ka shpresë apo jo? Normal, se po e parëm shpresën ke qeveritë, asnjëherë s'u ke shpresë, do kalojmë dhe ne apo jo? Mund vi qeveri më e mirë, më sigurisht. Nëse mund vi më e keqe, por nuk do zgjidhni problemin e mirëqenies tonë të shpirtit. Dhe për këtë jemi këtu sot, thjesht për të folur, për të inkurajuar në Zotin. Dhe është një varg i mrekullueshëm tek Mateu 22, i Krishtit. Tek Mateu 22 janë vargjet 19 deri në 22. Mateu 22, vargjet 19 deri 22, që thonë, që ke 18. Por Jezusi duke njohur ligësinë e tyre, tani si ke 17. Na thuaj pra si e mendoni, thanë judejtë, është e lishme të jepet taksat Cezarit? Po, i them kush ishte Cezari, kush ishte Cezari? Mbreti ku ishte pushtuesi. Ishte ai që kishte zaktuar popullin e Perëndis, Izraelit. Që dhe ata mos hyjnë gjithë bisedës nga ana e tyre meritore, se ishin larguar nga Zoti. Dhe i thotë, por Jezusi duke njohur ligësinë e tyre, që donin ta kapnin keq, ndaj do shumë kujdes politika, sidomos marrëdhënien me Zotin. I thotë, pse më kundoni o hipokrit? Më tregoni monedhën e taksës? Sollën monedhën, apo jo? Dhe që i tha, atëherë i sollëm 1 denar, dhe ju tha atyre, e kujt është kjo fytyra dhe ky bishkrim? Dhe ata i thanë, e Cezarit. Atëherë ju tha atyre, jepi pra, është shprehje e famshme, Cezarit, atë që i takon, që i përket Cezarit dhe Perëndis, atë që i përket Perëndis. Dhe ata kur e dëgjuan këtë, u mrekulluan dhe e lanë dhe ikën. Tani ky është një koncept, ka shumë vargje në Bibël, që prandaj thonë feja është larg shtetit në këtë kontekst, në kohën që jetojmë. Shteti ka planet e veta, shpeshherë jo të perëndishme. Kisha është plani i Zotit. Dhe edhe unë këtë kam si qëndrim. I lutemi Perëndis, të mendojmë sigurisht, ta hedhim atë votën si monedhë apo themi apo jo, po ju lutem, ju nxis nga zemra ime që kam parë gjyshër tash pandeminë, kam parë baba, xhaxha, kam tafër tani, kam marrë 3-4, mirë ta njëri, tani u kujtuan ta marrin telefon. Aman mua nuk është kështu, dhe Zoti nuk është kështu. Perëndia thotë jeti Zotit atë që i takon Zotit. Ai do zgjidhë mirëqenien e shpirtër, do kalojmë brezat ku nuk e zgjidh. Kështu që le të qëndrojmë lutje zgjidhet një qeveri që do shërbejë në planin e Zotit, sigurisht, do ishte mirë, por mirëqenia e shpirtit tënd dhe timin nuk do varet nga qeveri, mirëqenia e shpirtit. Sepse deri sot nuk di as në një nga ju dhe nga unë apo jemi prezentur. Ka ndonjë që është kënaqur deri sot në politikën që kemi shkëlqyer? Gjithë pa kënaqur. Prandaj le të gjejmë shpresën në Krisht. Mirë, do lutemi edhe për kishën e Lakës. Lutemi pastorandi është atje për të ndihmuar, pastorali vjen të javë, edhe nga di Zoti të mbylli ato gjëra që duhet thuheshin atje. Lutemi që plani i Perëndisë veprojë. Ne vazhdojmë të ecim përpara me Krishtin. Është bekim që çdo ditë shikon njerëz si ne që vinë, përpiqen të rregullohen, që
shpeshherë pa perëndishme. Por unë falenderoj Zot që na ke dhënë mundësinë të njohim mbretjen e mbretërve, të njohim mbretërinë që siguron mirëqenien e shpirtit tonë, o Zot. Falenderoj o Perëndi për këta besimtarë që janë këtu. Ndihmoj o Zot si këta që janë këtu, si ata besimtarë që po shërbejnë në kisha tjera edhe në vend time. Ndihmoj të jenë shembull i mirë o Zot, ndihmoj të lutem që të bëhet vullneti yt. Na ndihmo dhe ne o Perëndi, të lutemi edhe të kërkojmë ty më të mirën o Zot, nga ana e shtetit. Megjithatë na ndihmo mos ta mbajmë shpresën aty o Perëndi, se është gabim, nëse shpresa jonë është keqeveria. Na ndihmo ta kemi të rënjosur shpresën o Zot në Zotin Jezus, mbreti i drejtë, më i drejti, mbreti më i pastër, mbreti më i dashur, mbreti që siguron një mbretëri jo toksore, sa të hanë bukë për sa kohë. Një mbretëri të përjetshme dhe kjo siguron mirëqenien e shpirtit tonë që tani o Zot. Na prek o Zot, në mendje dhe në zemër të jemi dëshmi e mirë edhe për njerëzit që merren në politikë, sigurisht. Ti inkurajojmë ata edhe mundohemi të fitojmë o Zot për nderjen dhe lavdinë tënde. Dhe ty qoftë derë Zot e lavdia te kokisha tona, këtu edhe në gjithë Shqipërinë, se jo vetëm kohët, ndërsa është e diel dhe kanë shërbes veçantë ku kujtojmë ringjalljen tonë o Zot. Kjo është shpresa fakt se jemi këtu sot. Që të forcojnë kishat o Perëndi, të shtohen njerëzit që shërbejnë ty, jo vetëm me post, po edhe me zemër, me sakrificë, me realitet në qasje o Perëndi, edhe me inkurajim. Falenderoj o Zot për fjalën tënde që na mëson, pikërisht është kjo që na hap syt, dhe lutem o Zot bekoj takimin, ty qoftë deri dhe lavdia në emër të Krishtit lutemi. Amen. Që fjala sot prandaj jemi diela është kaq e veçantë, sepse shpresa jonë është në ringjalljen e Krishtit. Amen që jemi këtu. Kënga tjetër është kënga 72. Kënga 72.
Për ta dhuruar Zotin, për të njohur Perëndin, për të pasur një
këtune. Nuk dim çfarë bëhet. Ish deri tek, arrit deri tek roja derës dhe pas Rusja, kupton çfarë katastrofe, çfarë maskaralloku. Dhe kjo është njerëzore. Nuk po them, është njerëzore dhe njerëzit gabojnë. Dhe lavdi Zotit e Rakish, nuk po them për veten time, dëshminë time, lavdi Perëndis, si dhe ju, tash është pritëse. Vetëm Perëndia e Perëndis që ka e drejtë. Vetëm Perëndia e Perëndis të rregullon mirëqenien e shpirtit. Me iku gjyshi që mriti 5 muajsh, deri ditën e fundit nuk ditë të t'i lumur ja zgjidhën në funale. Që e kam thënë shpesh. Erdhën prindrit, Daja dhe demokrat nuk i kanë zgjidhur, edhe sot do të çfarë bëhet shumë. Do iki unë, nuk do zgjidhen nga politika, po themi, pra, a jemi ke përparësitë, kuptoj? Po flasim të kapemi fort pas Krishtit. Sepse njerëzit votojnë, dhe jo më kota të këtë dera pa fund njerëz, marrin telefona, sepse fitën ka dhe vjetë pushtet, nuk është pak. Ani është pushtet që shërbej, për mund ta pak Marika e tjetë, po gjëre këtë Giro Italisë, para 2 ditësh, kurisë, jo, patjetër, e një orë, dhe komentatori, shumë interesante, kishë mësuar pak nga historia, dhe fliste italisht, ai për gjëre italiane, komentatori. E po thoshte, Shqipëria një vend ku jetë shpjegim për Shqipërinë, gara est, komentonte dhe gara, komentonte isha në moment në ora 3 më dyshja. Të vajti të pozicionit, se kemi njerëz në Itali thoshin ama shikoni çik gjëra në zonën e foto për çfarë. Unë ka pas djegur adoleshent, e ka pas djegur shumë. Realisht, gjithë etapa. Dhe thoshte Shqipëria një vend shumë i varfër, i prafandetur, që nga koha e Romës, okay, pastaj u pushtua 500 vjet thoshte italiani, nga Turqia dhe Ulania e Sirë, thoshin italianë, pa shkollim, dizë thot 500 vjet. Jo më kot ne jemi mësuar në zgjidh shteti, sepse ai kap. Dhe ti e gjithmonë çfarë na bëj ty? Një kom që ndjen keq ta them, ne akoma themi të na zgjidhë shteti. Po gjo Shqipëri referend, është mentalitet, apo jo, si mentalitet shteti e ka dorë, shteti e bën rrugën. Si më e bën shteti rrugën? Rrugën e paguan ti dhe unë, e paguan njerëzit gjithë qytetarët, që japin apo jo, që jep ti taksën. Si e bën nga Edi Rama, Sali Berisha, baba ima, kush e bën? Si e bën ke ti rrugën? Po është në katër, është mashtrim. Ti administron, bravo të qoftë, nëse na pëlqen administrimi apo jo. E votojmë shumë mirë, duam këtë, s'ka problem. Po nuk e bën ai rrugën. Dhe ne jemi akoma me idenë, ky i ndërton shkollat, ky bën rrugët, ky na bëri këtë, japin ne. Dhe mirë kanë ata shtetet e zhvilluara, që kanë marrë mentalitetin nga Bibla, flasin për disitat, që thonë, ai të zhvilla shtetet, është shërbëtori ty. Jo për denigrim, kuptimin ai punon për ne. Sepse në biznes, në fakt, kush është pronari në biznes? Ai kapitalizmi. Kush është pronari? Ai që jep legët, ai që hedh investimin. Dhe me shtetin, pronari duhet jetë normalisht kush? Populli që jep legët. Dhe fjala, e kam thënë dhe tjera, fjala ministër dhe po themi kryeministër, se do zgjidhet sot, në orën 7 ku ka rëndë. Dhe je kujdes, nuk po flasë punë politikës, të votoj, për kanë fjallë kur kemi shpresën, nuk të po flasën. Fjalla kryeministër, e kemi thënë shumë herë, e përmënda dhe Marika i këtë tje, që nga ruar asë që në gjuar, se ndohë, se thashë, po së që ndodhe në Bibël, studiosh mentalitetin e Perëndis, ta kuptosh dhe praktik, që ndodhë, fjalla kryeministër, qa duhet thotë? Krye shërbëtor, fjalla ministër, e kemi thënë do thotë shërbëtor. Dhe vjen nga fjala që përmendi Krishti, kur i tha dishepujve, që i lau këmbët, ata i thanë, si më na i lagët ti mësuesi më i madh i ynë dhe na lajnë këmbët. Ti je drejtuesi më tha. Ti do të bindën gjithë. Po çfarë tha Krishti? Nëse doni të ndiqni mua dhe të besoni, i pari juaj do të jetë shërbëtori juaj dhe bota e zhvilluar. Flas prapë në përgjithësi, nuk jam unë ai që marr vesh shumë, po çfarë shoh? Bota e zhvilluar, po shikoni, vendet më të zhvilluara, flasin më pak për shtetin, për politikë, e kupton? Që Shqipërinë, gjithmonë sa janë vrarë, sa janë, nuk ka, jemi më mirë që, kuptimin e emocionit, e marrë mund apo jo? Sa kemi quar dasën e vrarë, vdekje, kemi tenë që apo, si që shpresa është atje, emocionale, anaj të duhet të kujtesi punën me njerëzit, ka emocion
sepse nuk kuptoj italiani tani, 500 vjet, as shkollë, as ABC, se ke trurin, nuk ka, nuk ti të lexosh. Sa të shqe kemi si popull, të lexojmë, të vithim. Ma njëndesha në Amerikë, pak një dokumentar ka ca vite, me ma njëndet, ishte të ishte në New York, ishte ka ca lagje zëzakësh. Ca me drogë, ke prasysh, ca me... në gjëra, po ti ca ma njëti. Si fliste në. E nuk e tja ka të duke se të ta shqime vetë, po fliste a i, po e ti, si të të më një vetë, që të mund. Shumë si shkolluar, se më nëre folë, të kuptoj, ka marrë sa vendime të gabuara, pasë se shtëve, nuk që i gjuhë shumë të se që i ka ndikuar pak të shkollimi, po flasë, pastaj ka marrë jetën qartë, sigurisht, po duhet them, ke mënyra të logjikuar. Edhe të flasën nga njëre kemi vështirë, sepse jemi lënë totalisht me ditë tëra në errësirë. Pastaj sigurisht shkolla bëhet, a ke shkollë, pyetja parë në 90-ën gjithmonë, a ke shkollë? Sikur bën vetëm shkolla, sigurisht shkolla, ne predikojmë për shkolla. Po duhet të vite nga një tharje, se na lan në errësirë. Shteti zgjidh, ushtuesi zgjidh, foli për mbretin Zog ai, edhe se Italia ka pas shumë ardhëre me Zogun, e mori historinë bukur, dhe tha, ja dhe vila, tha komunistë Durrës, për jetë ke komentet, ja dhe vila e King Re Zog, se që të ata, mbreti Zog, në formë shqiponje, mu kanë qënë atje, po nuk e tjetë ishte formë shqiponje, tha, që shikon nga Italia, tha, marrëdhënie të mirë me Benito Mussolini, që pastaj vendosi ta pushtoi. Me mbreti Zog, një ditë para, tha, do luftojmë deri në pikën e fundit gjakut, dhe ka thënë, tamam, dhe të nesërme tha italiani, më dhe italiani në dokumenta, të nesërme tha, në mbatë dhe iku me 180 kg se sa e tha të dy ta shifë. Nese, luft, pushteti, luft marrësh, erdi komunizmi vetëm një shtet ka, njerëzit nuk mendojnë, mendon shteti për ju, ka vazhdo mentaliteti, çfarë mentaliteti? Se ku duhet dalë pra? Mendon shteti për ju azhjith shteti, rrugët i bën shteti, njerëzit janë telet. Ja, bravo. Jo, në kuptimin si na hekin ata, nuk po themojmë, jo. Njerëzit që nuk kuptojnë, do Zoti të rritën. Unë, kur erdha në Kish, thotë edhe njerë, po kam tani, çfarë thot Bibla, tani thot Krishti, mirëqenia jonë nuk do varet. Lidhe votën, ne ta përmirësojmë jetën, shumë mirë pra, nuk kemi fare kundër kësaj. Por mirëqenia e shpirtit do jetë vetëm, kur ti çdo ditë voton Krishtin. Kur ti çdo ditë je në shpresën e Zotit. Përmendëm një varg për burrën, që të thënë, çfarë vargu? Pra s'ka shpresë, ti shpresa, po fitoj ty s'ka shpresë, iku shpresa, shpresa në s'kemi shpresa, të kishën dhe vërë. Por kjo shpresë të palin, që është si një spirancë sigurt, po le të kërkurë pak për këtë, si ishte dhe fix tema, spirancë me tash, nuk e keni vetë, një spirancë atë. Pa një mjes super madhe, është e sigur, nuk të vizë, nga stuhit. Dhe e pa tundur për shpirtin. është një shpresë e pa tundur për shpirtin, e cila hyrë në brendësi të velit, që sa bukur. Ku ka hyrë Jezusi, për në Jezusi qau velin, ose pengesë midis nesh dhe Zotit, midis mëkatit tonë dhe drejtësisë perëndisë. Dhe po të hyri Krisht në shpirt, unë këtë s'mund të thoja para, mund të besoj e Krishtë, po s'mund të thoja para 10 vjetë, 15 vjetë, nuk isha që rritë.
që shkruan. A është Biblia kjo apo që është? Arri shkruan, ore usë, pali ma dje thot, unë i konsideroj të lekto. Që se do kisha këtë, të tjera janë për mua, leku të në kontekstin që në fund të do po në, jemi ka që të pamja parë. Vdeka do vdesim, është ju një jetë, arri në maksimumin, në të është lekë. Po kur ti ka për njallin, dhe që Krishti erdi si mbret për cilë mirëqënjen, shpirtit njerë, nuk do të arrim kur. Dhe edhe komendoja prapë, me që ka pa historinë time, së është dhe juve, nuk e një tuar. Ku ishim, çfarë hanin, si u përmirësuan kushtet, gjithë paka shumë jemi pak më mirë, mendoj unë, përgjësia, 99% po them. Gjore që është 4 mjetët tonë në ndaloj, që po them si kushtet. Pra pak nashë, pra pa shpres, pra si jemi, s'bëhet, po s'do marroj të bres pas brezi, për nga të kate spirancën e Krishtit. Jenë pashe, fitoj kush fitoj, lutu me pasion në zemër, por jenë pashe, nuk sigurohet për që në shpirtit tënë. Ja politika, këtë po them, nuk e t'ja e kuptojnë apo jo, se s'dua ta është njërë të kesh kuptojnë. Po kamën këtë, kemi bekim edhe të mendojmë, është plus, një drejt vote, sepse t'i shepujt dhe pali nuk e kishen as të drejtën e votës, se kishen fare. Shto mos gratë pas të kur thonë në anë. Nuk e kishen, se folën edhe të Mariana Daniela, nuk e kishen, ishin në akoma dhe në përgjësia, biles, të reprendisi jetë shumë dhe kohës, në atë po. Dhe, këndaj thot më pas, letë mbajnë të patundur rëfimin e shpresës sonë, sepse besnik është ai që premtoj. Tani, sa vjetë vazhdojnë premtojmë rrugë, premtojmë drita, ujë, premtojmë rroga më të mira, edhe kur rrite rroga, nuk i rrite rroga pensionet. Shkon inflacionin. Po aty e rrite çmimi shtëpis, premtohet i vazhdojnë, na zgjidhi qeveria, politika, shteti do na zgjidhi. Shteti po rrugët, me pse tjere. Jo që legët familja nga banka, edhe për i rrugët. E zëmë. Ta është populli pra, jemi ne njerëzit, që duhet kapim zemrën tonë që jemi ne që vendosim. Mos mbajmë shpresa një gjëra që nuk do na fut fare, do na sjellë dhe i rrugë më të mirë, por nuk do na sjellë mirëqenien e shpirtit. Ne kemi parë më shumë kemi prap falunduri. Dhe prandaj thot, ai është besnik. Kur Zoti Krisht premton që po e pranove sakrificën e tij, dhe po pranove në zemër që ai u ringjall për ty, është premtim që kur e ndjen, ata për ju që e ndjen sa të plotësuar janë. Nuk varen fare që atë ndodhi nesër në kontekstin thjesht material. Do kemi sfidat.
Sa shkon, një arsye se nuk shkoj. Sa shkon, doli komshia që ishte në komision. S'ka gjë dajo, më ora e ka vetëm. Ku je birina në sa dajme, to e titi, ha? Ma hoqe atë, se unë gjiri qiki pa, që unë që jam rritë komunist, jam bërë demokrat, dhe në kryshë e kuptoj që nuk në azirë politika, dhe duhet jemi qikë të menqë, lutemi me racionalitet. Jemi më balansuar me dojë, edhe nga ana politike. Dhe a i tjetër më shifte, një komshi tjetër, a i që krav tjetër. Po mirë më në gjë se po, nuk ka gjë mos, a i ka punën, a i ka partinë e vetë. Por bëhen sa, e këton bëhen sa gjëra që unë që isha, më themi asjanës, shkuan njerë, shkova dhe e në dy, pastaj, e ku shikoja ku shrinte aty ata një pjesë i një shumë mirë, ku shkapi më shumë e gjë, baroj. Qarë, e kanë thënë po shtyrjes time atë të partisë, dy veta një shumë mirë ku shanë, pa punë, kapi në gjë në gjë, s'ka gjë më latizoj që punon a i të 3 muaj për shemë, po qa është kjo? Edhe kur shova aty, emision e ka pasaj, aftira. Po gjyshme të shënë, dhe emision e kështë shkyllat, e ka shkyllat shkyllat e dorë. Edhe ishte një humor që për lezoja në gjanë me këtë, ku një plak shkot të qëndra e votimit, humor shqiptar kjo, tu e qëpër, edhe pyet njërin prej komisionerve. I thot, ora ishte duhe jenë për do të sot avel. Shkoj nga drekat. Edhe i thot a i, një sekund shof listën. Ha, ba i kuj që një emrin. Edhe i thot, po më pas ka qenë për atë e herët. Mos ta kisha ditë, thot, më herë që ta takoja. Qa kjene nga jenda, jeni zia, jeni partit kundër, se kjo ka arë mjesti, në drek. Edhe i thot, po jo mërë, thot, a ka 12 vjetë që ka vdek. Po thot, sa e për votime, e shof që ka emrin ka për firme, si vjen ajo? Se gjyshit me ikën pak e në mondja. Si vika për votime, du t'a gjirë, mos vjen këtu për votime dhe ikën. Pra, po ne qeshim, po këto ndodhin me janë shqiptira shqiptare, kush ka punuar aty e di shumë mirë, dhe thash dhe njerë, nuk do të thotë se s'do votojnë, nuk do të thotë se nuk do lutemi, nuk do të thotë se s'do kemi një shpresë detoksore, gjitha të vote marrë dhe mira ta, po mos kur, se nuk do e zhjithë shkur, një keq, nuk janë 80 vjeç, po edhe ka sa janë ka kuptuar, nuk do e zhjithë shkur, një qënë e e shpirti. Tani, 4 vargje, nga një pik, pse është Krishti kandidati më njërë. Po është kandidati më njërë. Po di pse është kandidat. Sepse ti ende, njeriu duhet të zgjedhë që ta pranojë ose jo. Dhe ta thotë me gojë, kemi Krishtin, ora e ke në zemër, e kupton spirancën e tij. E kupton që po ndoqë shembullin atij, në atij orë nuk do kesh as i pen jetë. Do kesh pen, pas se ka vënë këtë. Je i lirë nga e mos na thuj fare ku parë. Se kemi çfarë të bëjmë. Sepse te Romakëve 5:8, por Perëndia e tregoi dashurinë e tij në atë që kur ishte mendë në Katar, dhe ishte tani pyetje për kandidatët. Kush kandidat të vjen? I kujt partie të vjen dhe themi t'japi jetën për ata që e kanë sulmuar atë. I thash mire sot mëngjes, po bisedojnë me fëmijët, e vetë që shkollës vjetës. I thash, po jeni ju, edhe kapa dhe vleze motra ta një grejsi për shumë për e lagdojë atë. Po ta këtë fajnë në vlaj dhe ti qanë, sepse të gasmoj, apo jo. Tani ti nga që mund të rafi mami atë, ti qa do përë, i qash mami të të shumë s'ka që më rafi, më rritë dhe jërë mua të fajnë të vlaj, e? Jo, da, të ti gjujtë unë. Pra, ku ka tu që t'japin jetën për tjerë, sakrifikojnë për tjerë, për atë që i ka për të? Ku ka kandidat që është aqë pasër që të rinë aty, që është gjithkohën në halët e popullit, po themi, nuk mund t'jeta i mbi Krishti, sepse Krishti është kandidati, apo jo, që dha jetën për ty. Po ka dhe atë, e ke ka për dashurinë e Zotit. Dhe jetën e përjeshtë, pikërisht, se kemi tek pika tjetër. Pra i është kandidati i dashurisë. A i dha jetën për ty. Ti dhe unë nuk e meritoje. Ta më zikurën rrugën, hajmë e gjë më shumë, mund që ndoshem edhe pak më shumë, na përshëndetje pastaj, se është dhe problemi tjetër. Temi shumë, po
vdisha për ty se të dua, a i vdish. Dhe kur thot unë u ringjalla, se prandaj vdisha, me që nuk vinte. I thash mirë vetë, se ata duhet të kuptojnë. Po pse duhet vinte ai të vdiste dhe pastaj të ringjalle? Po çfarë? Po i gjallë s'ke të vdes me dëshirë. Por që na jetë ne fitore mbi vdekjen e bëri për ne, i mëkatit. Dhe kjo është e vërteta, dhe Jezus i tha në fakt, unë jam udha e vërteta dhe jeta. Askush nuk vjen te kapi për vetë se vetëm ai është e vërteta e Krishtit. Dhe vargu i dytë, kush është Gjoni 8:32 që e përmendi Kurmaja këtë, disa do Gjoni 8:32. Do ta njihni të vërtetën, po kur ta njihni, tamam, e vërteta të bën të
shepit, ose njënit vërtetë që ata, ku po shkon Zot, nëse dim Thomai që thamë, e përmendi Filipi. Ku e di më Zot, kush është rruga, po si ma du njofte, ta kanë 3 vjet me ju, po kur u gjallë e kapën. Si a merrte më as votimin, as perandoria romake, as Herodi, se ka Krishtin, ose më saktë Krishti e kapë. Dhe siguroj jetë e përjesur. Po ke siguru banesën qellore, s'ke as taksa atje, s'ke as dhe shtërëm rrugën, Biblia thotë ja rrugë prej Floririt, nuk ke as, po diun, ato kemi, do bëjmë shtesa apo jo, mos na I prishin. Po, njëri premton bëj, se ma kujtua tani, tjetri, jo po do I prishin. Pastaj, kur intereson partisë vetë, bëjmë I këtu ju, s'ka gjë, votën a jetë. Pa tjetri I prishin, qashtë. Prandaj të Krishti thotë kap qetësinë e shpirtit. Ka dhënë jetën e përjetshme dhe I thash dhe fëmijëve sot, ka bekim më të madh kemi ditë gjithë familja paras me Zotin, se kjo jetë shumë e shkurtër për të mashtruar edhe për ta bërë vetëm për gjëra materiale. Dhe e fundit është zgjedhja. Jozue kishte një varg manitës, përdoret shpesh si një kurajim, kur I tha popullit, sepse populli doli me Mojsiun nga Egjipti. Perëndia I drejtoi, nuk I drejtoi qeveria, por kishin frikë pastaj të hynin tokën e premtuar. Pan ata fuqishëm, fyndot, pa zora atje ka perëndia. Dhe Jozue ishte një nga ata që Zoti e përdori mbrapa të hynin në tokën e premtuar. Dhe çfarë tha Jozue? Ke Jozue 24. Foli pikërisht për një votim, apo jo? Për një zgjedhje. Jozue kapitulli 24. Vargu 15. Dhe në rast se ju duket një gjë e keqe ti shërbeni Zotit, I thot popullit që ti motivonte sa ta spotinin çdo donin, zgjidhni sot kujt doni ti shërbeni. Kujt ti shërben ti çdo ditë, është vot. A doni votime, a jeni shqiptarë, vdesi për vota, për votime. Është vot. Kë voton sot? Ti voton fakt për ditë, në atë që zgjedh është. Se nuk është kështu. Votuam sot ne, tani 4 vjet e kemi votuar Krishtin. Tani kam qikun se du bëjt sa pasuri, të fitoj sa të sa pa jetë, si gjithë shembujt më të rëndësishëm në lidhje me Zotin dhe njeriun, të pëndjet e dha me parat. Nuk I shërben do dhe Zotit, edhe mamonit që janë pasurit. Nuk I shërben do. Dhe kështu për thotë Jozue këtyre, nuk mund t'i bësh të dyja. Zgjidhni sot kujt doni ti shërben. Voto Zotit Krishtin, dhe të na thot Biblia, jo, voto Zotit Krishtin, ai do të plotësojë dhe do të përmbushë mirëqenien që nuk ka përmbushur Zot asnjë. Mirëqenien shpirtërore. Ama duhet votuar si tham çdo ditë. Çdo është mëngjes, Zot. Dua shoh me sy njerëzor, unë shoh çfarë është më mirë për mua, unë shoh ku fitoj më shumë, unë shoh si familja ime mund të ecë, por kush është plani im? A shoh pak për tjerët? A shoh pak që nuk përballen tjerë si Krishti? Që dhe votojmë Krishtin, dhe pastaj po votuam Krishtin, që ta mbyllim qetet lumtur për votimet, dhe shkëpër e votimet, votojmë atë që mendojmë Zoti dhe shumë bekim fakt, shumë bekim. Votojmë. Ose merrni sikur po shumë me votimet, as pak. Është një zgjedhje, një drejtë që e kemi, por nuk përcakton ajo, me keq, por nuk përcakton ajo lumturinë shpirtërore personale. Dhe të lutem. Zot, falenderoj shumë o Zot për fjalën të aq të bukur. Falenderoj për ta njerëz o Zot në zemër që duan për ti. Bashkë me mua të njohin ty më mirë. Duam o Zot të votojmë ty çdo ditë. Edhe sigurisht kemi sprova, jo çdo ditë votojmë ty o Perëndi. Ndonjëherë më shumë votojmë në gjërat tona njerëzore, në thonjza politike, se sa votojmë ty o Krisht. Por na ndihmo Perëndi që ndrojmë premtimet e tua si një inspirancë e sigurt, premtime që po I ke thënë nuk luajnë ato. Që pastaj o ti na gënjen, o s'ka rrugë tjetër. Po të votuam ty çdo ditë, ti premton paqen, gëzimin, mirësinë, dashurinë e Zotit. Që s'varet fare, a janë shtruar rrugët apo jo? A na rritet rroga apo jo? Dhe pasi të votojmë ty o Zot, na ndihmo të marrim vendime tjera, sigurisht, ekonomike, politike, por me shpresë që të çojmë në planin dhe vullnetin tonë për sosë, për fituar njerëz që janë të humbur, që të gjejnë këtë kandidat që fatkesisht aq shumë njerëz ecën sot në rrugë pranë kishës, veshur bukur, me një gjë shumë të shkurtër.
39. Dëgjoj për të janë të këndoj, për tua është një melodi, për ëmbla ku në to. Të dua Jezus, të dua Jezus, të dua Jezus, se tim ke dashur për dashurinë e ti tregon, që ishte mua miroj, më thot për gjakun qa i ka drejt, kur unë më katarin kërkoj. Të dua Jezus, të dua Jezus, të dua Jezus, se tim ke dashur bar. Amen. Ta ti Krishtin, çfarë predi kemi, Zoti ju bekoft, mirupafshim.